Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi ditën e sotme me rrëfimin e radhës. Rrëfimi që do të tregoj është një rrëfim për një të burgosur, dhimbja, jeta dhe vështirësia që në fakt ai ka kaluar. Është një rrëfim që unë dua njëherë të përshëndes gjithë burgosurit me këtë rrëfim dhe dua që këtë video ta shpërndani sa më shumë tek njëri tjetri, ndoshta edhe për të marrur një mësim, për të marrur një këshill. Nuk e di nga t'ja nis, thot, sepse kur je në burg, nuk të dhëmb vetëm hekuri që të mbyll, por kujtesa që nuk pushon kurrë. Jam këtu pas këtyre mureve të ftohta dhe çdo natë po më bëhet e njëjta pyetje e cila më rrotullohet në mendje. Si arrita unë këtu? Nuk kam lindur kriminal në asnjë mënyrë. Kam lindur njësoj si të gjithë. Me ëndra, me shpresë, me një zemër që donte të donte edhe që donte të besohej. Para se hekuri të mbyllej pas meje, kisha një jetë shumë të thjeshtë. Jo një jetë të pasur, jo një jetë perfekten, por e kisha një jetë timen. Punoja shumë, djersa në asnjë mënyrë nuk më tremte. Kthehesha vonë në shtëpi, i lodhur, por në fakt i qetë sepse më priste ajo. Gruaja që besoja se do të ishte pranë meje deri në fund të jetës. Isha nga ato burra që besojnë verbërisht. Nuk kontrolloja telefonin, nuk bëja pyetje, nuk dyshoja. Mendoja se dashuria e vërtet nuk ka nevojë në asnjë mënyrë për prova. E sa gabim unë isha. Gabimi im nuk ishte i vogël, por as i qëllimshëm në asnjë mënyrë. Isha në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, me njerëz të gabuar. Një situatë që më doli jashtë kontrollit, një veprim i nxituar dhe një moment që më kushtoi pafund të lirinë. Kur më vu në pranga, nuk mendova për veten, por mendova vetëm për atë. Si do t'ja shpjegoja? Si do ta përballonte turpin ajo? Dhe pyetja më e madhe që ja beja vetes ishte, a do të më priste? Dita e parë në burg nuk harohet kurrë. Zhurma e derës që mbyllet pas teje është si një goditje e thellë në shpirt. Aty e kupton më se emri yt nuk ka peshë. Fjala jote nuk ka vlerë. Koha nuk ecën, por fatkeqësisht zvaritet. Netët janë më të këqijat sepse errësira flet. Në fillim ajo më telefononte. Më thoshte, jam me ty, do të pres, mos u dorëzo. Këto fjalë më mbanin të gjallë, më jepnin forcën të mbijetoj mes britmave, shikimeve të ftohta dhe mureve pa shpirt. I shkruaja letra, i flisja për pendesën time,
për planet që do bënim kur unë në fakt do të dilja. Për jetën që ne të dy do të rindërtonim. Unë besoja, ndërsa jo, largohej pak e nga pak. Filluan që të ralloheshin telefonatat. Mesazhet u bën krejtësisht të shkurtra. Zëri i saj nuk e kishte më të njëjtën ngrohtësi. Dhe pastaj erdhi heshtja. Heshtja është më e rëndë se çdo fyerje. Sepse nuk të jep as mundësi që ti të mbrohesh në asnjë mënyrë. Unë e them me vërteta që më shkatroi. E mora vesh nga dikush tjetër dhe jo nga ajo. Ajo kishte vazhduar jetën, por me dikë tjetër. Ndërkohë që unë numëroja ditët në qeli, ajo numëronte netët me një tjetër. Aty u thyet diçka brenda meje. Jo nga xhelozia, por nga tradhtia. Sepse tradhtia nuk është vetëm të shkosh me dikë tjetër. Tradhtia është të më lësh që të shpresoj kot. Që nga ajo ditë burgu nuk ishte më vetëm jashtë, ishte edhe brenda meje. Fillova të mbyllem në vetvete, të flas më pak, të qesh më pak, të jetoj më pak. Njerëzit këtu janë të fortë nga jashtë, por të coptuar nga brenda. Si e cili ka historinë e tij, si e cili ka humbur dikë. Koha në burg nuk të bën domosdoshmërisht më të keq, ëh? Nëse ti di të dëgjosh veten, të bën edhe të vetëdijshëm. Kam menduar për çdo gabimin tim, për njerëzit që unë i lëndova, për veten që unë e shkatrova. Kam mësuar se një vendim i gabuar mjafton për të humbur gjithçka. Jo të gjithë që premtojnë, qëndrojnë. Liria është gjëja më e shtrenjtë që ne kemi. Nuk po e tregoj këtë histori për të treguar mëshirën, por as për të justifikuar veten. Por e tregoj sepse dikush diku mund të ndaloj një hap të gabuar. Mund të vlerësoj njeriu që ka pranë, mund të mos e marr lirinë si të mirëqen. Unë ende shpresoj jo për atë që humba, por për atë që mund të bëhem kur unë të dal. Mesazhi im nga burgu për të gjithë ju është ky. Liria nuk vlerësohet derisa humbet. Dashuria testohet në vështirësi dhe jo në rehati. Një gabim mund të të marrë gjithçka, por pendesa mund të të shpëtoj shpirtin. Unë jam ende këtu, por zemra ime po mëson që sot të jetoj ndryshe. Në fakt këto janë fjalët e një djali i cili sot është tepër i penduar për çdo gabim që ka bërë në burg.